Momenti që ka ardhur rreshteri tash me ndjer afrim, Bunjaka vjen përshëndetur është ka ndodhur një shpërthim i papritur. Që tash me rreshteri afrim Bunjaka ka mbetur i shtrirë në shtëpi. Në pozicionin si ka qenë në shtëpi i shtrirë dhe i gjakosur. A mundesh me përshkru momentin kur është sulmuar njësia juaj, të cilat ishin të shtënat e para që i kënë dëgju ti si zyrtar policor ose pjesëmarrës? Po. Ndërmjet prokuror, momenti që ka ardhur rreshteri tash me ndjer afrim, Bunjaka vjen përshëndetur ashtu siç e përshkruajta. Në ato çaste, ndoshta jam larguar prej tij 3 ose 4 metra, jo më shumë. Nga ana e majt, ka ndodhur një shpërthim i papritur. Menjëherë kam kuptuar që më plagos me krahun e majt. Për çfarë lloj shpërthimi të sharojmë për gjykatën? Shpërthim shumë i madh. Shpërthim thuaj se në mesin tonë nuk e kem ditë se ka ardhur. Një eksplodim, një minë ose nuk e di. Vetëm e di se kur e kam kthy kokën në anën e majt, kam pas zjan edhe tëmësi. Edhe kam pa vetën që jam i godit. Jam mundu më shmang me kalu në pozitë mbrojtëse në anën disa hapa në anën e djathtë. Aty afër një kamionete ka qenë në rrugë. Menjëherë ka ndodhur një shpërthim tjetër. Gjë që dhe rrymat e ajrit ka përplas trupin tim. Aq afër edhe aq i madh ka qenë. Çështje sekonde kam filluar gjujtjet. Më ardhën zjarri. Kur ka filluar gjujtjet, aty kem pa që ka gjujtje nga i tërë fshati. Nga 10 pozicione ka pas gjujtje me kalibra ose me armë të ndryshme. Në ato momente kem filluar me kthy zjarrin. Pastaj kem lokalizuar nga po vinë gjujtjet, mirë po, në anën e majt time kam vërejt që tashmë rreshteri afrim Bunjaka kam mbetur i shtrirë në shtëpi. Në pozicionin si ka qenë në shtëpi i shtrirë dhe i gjakosur nga qafa dhe fytyra. Dhe i palëvizshëm. Aty, së bashku me kolegën Mirsad Kurioziu, kem kërku nga çlirimi, pasi që ishim koordinuar që çlirimi ta afroj veturën në rast të diçka, ta sjell veturën aty dhe të tërheqin rreshterin nga i vend, pasi aty kishte gjujtje gjatë tërë kohës. Ashtu, çlirimi ka dhezë veturën, është nisë me armë drejtim tonë. Ose ka dalë prej asaj zonës ku e kanë parkuar në veturën që ka qenë pak si mbuluar, ka dalë në dritë, e kanë godit në trella të ndryshme, gjujtje të shumta dhe e kanë pa lëvizën veturën të palëvizshme. Derisa kam pa që nga motori po rrjedhin edhe bajrat ose uji motorit të veturës. Nga kolega Mysadi më është kërkuar të i godas, të i gjuhej, çfarë të them, ato dritat, ndriçimit rrugor, por të krijuar një errësirë pasi që prellat godishin shumë afër trupit tonë, ose si shpërtimi, pasi kur kam qenë në atë pozicion që po shkruaj, ka qenë në anën e majt, shpërtimi i parë. Më saktësisht një shpërtimi i dytë ka qenë nga para. Domethënë kur jem në pozicion drejtim të fshatit Banjska, domethënë ka qenë nga para, nga pjesa e përparme, shpërtimi i dytë. Ndërsa gjujtjet kanë ardhur nga i tërë fshati. Më konkretisht, pjesa e përparme, ka qenë në Manastiri, dhe ana e majt. Vlen të cekët që në anën e majt kanë qenë i vendosur një snajperist, i cili ka shtënë gjatë tërë kohës. Dhe pozicioni i tij ka qenë shumë i rrezikshëm për neve dhe sipas meje, ai formacion nuk ka qenë veç nga kurdo, po ka qenë formacion ushtarak. Vetëm pak, formacion. Formacion ushtarak. Pasi gjithçka ka qenë e koordinuar. Gjujtjet kanë qenë me prella të ndryshme dhe kanë qenë shumë afër nesh. Shumë afër nesh. Aq sa snajperi ka godit se dallohet një pushkë snajper prej një armë automatike. Ka godit shumë afër nga nesh. Unë them në centimetra.
qas nuk unë ka godit. Nga përvoja, në trajnimet policore, Shënot pyetje, po vazhdoni. na e dim që ato pregaditje, ato formacione, ato armë, nuk i kanë disa, themi, terrorist ose personat, grup i caktuar, i thjesht. Mirë po, për përdorimin e tyre, duhet me pas trajnime të caktuara edhe me pas një uri shumë mirë. Edhe gjithë qatë, do më thonë, ka qenë e koordinuar. Nuk ka pas asnjë lëvizje të pa koordinuar. Kja e bën që ata kanë qenë një grup mirë përgatitur. Ka pas një plan shumë të përgatitur mirë. Grup kriminal i strukturuar shumë mirë dhe me persona me njohuri të ndryshme të armëve. Sa aty është, siç kem parë, domethënë, është gjuajtur edhe me raketa Hells, gjë raketa Hells si don njohuri, dhe një ushtar i thjesht nuk di me përdorë. Nëse je në ushtri, duhet të jesh i kualifikuar për atë jetë.